Dasma shqiptare prezanton. Sapo i kam kaluar të 50-tat. Jam 52 vjeçe për të qenë sakt dhe bëj një jetë mjaft të zakonshme. Kam një djalë të rritur që jeton me mua dhe shtëpia jon ka qenë gjithmonë e hapur për shoqërinë e tij. Djali im ka një shok të ngushtë, i cili është rreth 30 vjeç. Ai është një djalë i qetë, fjalë pak dhe shumë i matur. Vinte shpesh në shtëpinë tonë, uleshin në sallon, shihnin ndeshje futbolli ose flisnin për punët e tyre. Në fillim e shihja si shokun e djalit, por fillova ta vereja më shumë kur ai hynte në derë. Më pëlqente qetësia e tij dhe mënyra e saktë se si fliste. Pa e kuptuar as vet, fillova të tërhiqesha shumë pas tij. Ishte një pëlqim i fortë që u kthye shpejt në një fiksim. Doja të gjeja mënyra për të kaluar kohë me të, por pa praninë e djalit. Kështu që nisa një lojë të heshtur provokimesh. E dija shumë mirë orarin e djalit tim dhe ai ishte shumë i saktë. E dija kur ishte në punë apo kur dilte jashtë qytetit. E në ato momente kur isha vetëm në shtëpi, nxirrja justifikime nga më të ndryshmet për të telefonuar shokut të djalit. Doja që ai të vinte. Një herë mora në telefon e i thash se kisha një problem me një tub uji në oborrin e shtëpisë. Nuk marr vesh nga këto punë, thash. A ke mundësi të kalosh pak të shohesh, sepse se kam djalin këtu? Ai erdhi pas gjysmore. Unë kisha veshur atë fustanin tim të ngushtë që më theksonte format e trupit, e isha rregulluar sikur do të dilja në darkë. Ajo fut në obor e filloi të rregullonte tubin, ndërsa unë dola e qëndroja fare pranë tij. Dukesh djalë që u jep drejtim gjërave, i thoja unë, e ai nuk ma kthente. Punoi edhe ca kohë dhe në fund më tha u rregullua, pa zgjatur bisedën. Ç'ke që nxiton kaq shumë, e pyeta. Hajde brenda, eja të rrim pak. Jam në punë, thaj, edhe pak me fillon orari, dhe dolin nga porta o oborrit, pa kthyer kokën pas. E qërsa ai po futi në makinë, që t'ja bëja dhe ati me dije se çfarë doja, i thash. Mos i thuja gjë djalit tim që ishe këtu. Mirë, tha, dhe iku. Kjo indiferenca ti nuk më ndali. Disa ditë më vonë gjeta një tjetër justifikim. Kisha një raftë të vjetër në dhomën e ndenjes që doja televizja në një cep tjetër dhe e mora sërish në telefon. E ai erdhi përsëri. Ishte gjithmonë i gatshëm për të ndihmuar nënën e shokut të tij. Por kur hyri në sallon, e unë eca drejt tij, përsëri kisha veshur rroba mjaft provokuese për moshën që kisha dhe nuk e shihja fare qëllimin tim. Ai e kapi raftin nga njëra anë dhe zhvendosi lehtësisht aty ku i kërkova. Ua, i thash, ti je vërtet shumë i fortë, duke hedhur një hap drejt tij. Kush e di sa gjërat e tjera mund të bësh me atë forcë. Dhe ofrohesha e shikoja drejtën e dritë të syrit. Ai buzëqeshte, por bëri hapa mbrapa. A ka me ndonjë gjë që mund të ndihmoj? Më tha ai, duke ignoruar plotësisht fjalët e mia. Më the që kishe një problem të madh, më pyeti ai. Kjo ishte shumë e lehtë. S'besoj që më ke thirrur vetëm për këtë komodinë të vogël. Problemi im më i madh je ti, ja ktheva unë. Nuk kisha më nerva të vërtitesha me fjalë të tërthorta. Ai u shtang.
Nuk e kuptoj se çfarë doni të thoni, me pyeti ai. E kupton që ç'ke me te, I thash. Me pëlqen shumë ore djalë, dhe e di që e ke vënë re. Sa herë që vjen këtu, unë bëj gjithçka për të marrë vëmendjen tënde. Dua që sot të rish me mua, I thash unë. Ai qëndroi në heshtje, e fytyra e tij pothuajse u nxi, duke me parë në fytyrë, me foli edhe ai me një zë shumë të ashpër. Kjo që po kërkon nuk ka për të ndodhur kurrë, më tha ai. Unë e kam shok të ngushtë djalin tënd. E kjo që po thoni është e gabuar. Unë nuk vi këtu për këtë punë. Fjalët e tij ishin sikur të më godisnin me copa akulli, dhe unë ndjeva keq. Unë ndjeva sikur gjithë krenaria ime u shemb në atë moment. Bëj sikur nuk dëgjove, e mos I thuaj kujt, I thash unë, duke u munduar të fshihja sikletin që më kishte kapur. Ai ndoli nga shtëpia pa thënë asnjë fjalë tjetër. Dera jashtme u mbyll, e unë mbeta vetme në mes të sallonit, duke menduar me vete si është e mundur që më refuzoi. Pas asaj dite, gjithçka mendova se u mbyll. Ndjeva një turp të madh për veprimet e mia. Vendosa ta mbyllja atë kapitull dhe të mos e provoja me kurrë. E hoqa dorë plotësisht. E kuptova që e kisha tepruar dhe se ai djalë nuk kishte asnjë interes për mua. E kur ai vinte në shtëpinë tonë për të takuar djalin tim, unë sillesha me të tashmë si një e huaj. Nuk rregullohesha më, vishja rrobat më të thjeshta të shtëpisë, vishja ndonjë bluzë të gjerë apo ndonjë tutë të vjetër, e nuk I ofroja as pije, as ushqim, e injoroja totalisht. Nëse ata të dy uleshin në sallon, unë shkoja në dhomën time ose dilja jashtë. E kjo situatë, kjo sjellje imja karshiti, zgjati për më shumë se 2 muaj. Me besoni që vërtet e kisha fshirë nga mendja çdo mundësi. E pranova që gjithçka kishte qenë një fantazi e imja e kotë dhe I kisha vënë kapak kësaj historie. Erdhi një ditë tjetër. Koha ishte shumë e zymt dhe binte një shi I imët. Djali im kishte ikur me ca shok në një qytet tjetër për të kaluar fundjavën dhe nuk do të kthehej deri te dielën e darkë. Në mendjen time, mendoja që ishte edhe ky shoku me te. Unë isha vetëm në shtëpi. Kisha ndezur televizorin vetëm sa për të më bërë zhurmë, që mos të ndihesha vetëm e po merresha me punët e mia. Në duar kisha një shport plot me rroba të lara, me përshqir dhe me bluza. U ula në divanin e madh të sallonit, e fillova t'i palosja një nga një. Isha krejt e shkujdesur. Kisha flokët të kapur keq dhe isha me rroba shtëpie që po punoja në kuzhinë. Isha pikur me gjell, pothuajse në çdo anë. E papritur, razilja e derës së jashtme. Se dija se kush ishte, unë ngrita ngadalë nga divani, shikova nga dritarja duke u munduar se mos po e shihja fshetas, por s'pasha s'kend. Kalova korridorin dhe hapa derën. Ishte ai. Kishte veshur një xhaketë e errët që ishte bërë pak me ujë nga shiu. Qëndronte tek pragu I derës si I ngrirë dhe vetëm më shikonte. Unë u habita, se prisja fare që do të ishte ai. Fola me një herë, por pa e ftuar brenda. Nuk është këtu, I thash, ka ikur jashtë qytetit për fundjavë. Besoja që të ka thënë, ose mendova se mos kishe shkuar edhe ti. E di, tha, e di që nuk është këtu. Atëherë çfarë ke, I thash, çfarë do? E pyeta me atë zërin me inat që kisha në te. Kam ardhur për ty, më thaj. Unë, në atë momente, me të vërtet që u shtanga. I ktheva shpinën, lash derën e jashtme të hapur, qaj të hynte, nëse donte,
e nëse nuk donte të ikte, e kështu i ktheva shpinën dhe ika drejt sallonit tim. Nuk kisha ndërmend të filloja sërish lojrat e vjetra, me të vërtet që i kisha pak inat akoma. E kisha vuajtur shumë atë refuzimin e tij të parë. Shkova drejt divanit e ula fiks në të njëjtin vend ku kisha qenë. Mora një përshir nga shporta e fillova të palosja përsëri teshat, duke injoruar plotësisht praninë e tij. Dëgjova derën e jashtme që u mbyll, dëgjova edhe hapat e tij që po afroheshin drejt sallonit, e unë nuk e ngrisja kokën fare. Vazhdoja të palosja rrobat e ulur thellë në divan. Tashmë në mendje po më shkonte se si nuk isha e rregulluar atë ditë, po isha ashtu në atë gjendje pune si e sikletosur. Ai eci ngadalë e erdhi drejt meje, e unë dal fiks zgjitur me divanin në krahun tim të djathtë. Qëndronte në këmbë pranë meje sikur po më priste, e ndërsa unë rrija ulur. As e kisha në plan që të ngrihesha. Vetëm ngrita kokën për ta parë, pa lëshuar përshirin nga duart. E në atë moment, ai kishte ofruar fytyrën shumë pranë meje, duke mos më thënë asgjë, u përkul edhe më shumë, e vendosi një rendor tek mbështetësja e divanit prapa shpinës sime, e më puthi direkt në buzë. Unë mbeta ulur aty, teksa ai u përkul plotësisht mbi mua. Ishte një puthje e fortë, një puthje e vërtet, një puthje që ai siç duket e kishte menduar mirë. Ndoshta ndenjem duke u puthur gjysmore. E pastaj, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, komentoni apo bëjni subscribe.